deri nesër. Kemi për sakramentin e iniciacionit edhe kurorën shenjtë e Marinin, pra Ismetin, ta shëduke Marinin. E kemi grunë e ti katën, me fëmijët e tyre Shqiponin, Flamurin, Marigonin, Angelin e tjerë. Kemi edhe Hesatin, ta shëdutje do të qënë Kastrion, me grunë e ti Merit. Nuk është letë, nuk kanë katolik dinë është letë edhe në Gjakov, nuk kanë katolik Drenicë, La Pushnik, ma shumë shtirë, pra që i këtë pakëzu disa njerë. Tash, edhe pak më shëmërin për të resë juve që jeni menë, bëllë se keni flok, ata që jenë për jashtë, ta ka ma keq, edhe bane me një gjanë. Ta shëtutje janë ma katolikë se ju. Ta shëtutje janë ma krishterë se ju. Ta të pakëzohen, ta asë një katë mos e katë. Nëse dikush është afër Zotit, nëse dikush është me Krishtin bashkë, janë këta afër 14 vjeç që i kemi këtu. Pra ta shëtutje, kur pakëzohen, janë matë pasrit, janë krijesa matë pasrit ta që i ka bota, ku do në rruzull prej 6 milion e 700 milion njerëzve. Ta ju keni mi mbështet. Vajzat e këtyne ju duhet me marë. Jemve të këtyne ju keni më vëdharë vajza. Ta kanë më martu me këtu familjet e juja, edhe ju keni me qenë një familje me ta. Ka me qenë kështirë për La Pushnikun, për ta ati 14 vetë, unë e di, kam besedu shumë herë me ta, por Krishti thot kush që ndronë dhe i kundë, ai ka me bartë bajrakun e fitores. Bajraku e fitores është juji, keni qëndru në luft, keni qëndru në pache, keni të partë që bani hapin edhe një gjatë tiju. Edhe njerë ju të regoj se ka njerë shumë të interesum me u ba katolik. Edhe ka njerë që shumë e duan Krishtin. Krishtin është shumë i mirë, shumë i dashur, por nuk e kanë guximin e këtyre me dalë ballafaqas me dëshmu fenë e krishterë. Se nuk është letë, tash është letë në krim me u ba katolik. Është letë në Gjakov, por nuk është letë atje. Ju që jeni të pakësumë voti, ju mbështetni me lutjet e juja, me uratën e juj. Emri Krishtit për hapët kudo. Se tash kemi shumë familje e tjera, jo vetëm La Pushnik, por edhe në Drenicën, kudo, edhe në zonat e tjera që nuk kanë guximin. Ne duhet t'u japim guxim, ne duhet t'i mbështesim me uratën tonë që ata ta dëshmojnë besimin e Krishtit. Është koha kur haptas du të me folë për të mirën, haptas du të dëshmu Krishtin. Besoni, gjithë ju kene e pas shumë shirë. Kënë me thanë veterana, kënë me thanë gjithë shka, por keni krenar se Krishti o me ju. Shëmpani thot, ku Krishti o me mu, kush mundet kundër meje. Ju keni me dalë fitimtar, ballafaqas, keni me dalë pyrë ndritun, keni me dalë shumë krenar, ju vetëm para popullatës atje. Kosova e Shqiptar ka mu krenu me ju. Jeni një grusht i vogël, një bashkësi e vogël, por Krishti thot, mos ki frikë, o i grishë e vogël, se unë jam me ty. Krishti ka me kam ju gjithmonë. Keni trima, keni krenar, edhe keni me azbar pyrën, jo vetëm shqiptarve, por kishës katolike kudo. Unë pak edhe kam emocione tash, këtë moment, edhe nuk kisha pas dëshirë me gjatë, por jam me ju, por kush s'ka me lënë vetëm, edhe nëse gjithë ju lënë, pa të mërë të me pas e veti gjithmonë. Por në kam e shtarë, tu që i keni, ka jam me ju gjithmonë. Nëse keme vujt bashkë, nëse keme jetu bashkë, nëse keme vdek bashkë, keme dëshmu Krishtin bashkë. Edhe keme qenë krenar, ju zbashku me mua për këtë moment, për këtë hapë guximshëm. Unë besoj se është shumë shtirë, por Zoti ju ka dhënë fuqi, shpirti i shenjtë ju ka ndritë, ju ka dhënë guximin që sot ju me dëshmu haptas. Mos keni frikë për asnjë. Krishti thot disa herë, thot mos keni frikë. Tash janë kanë me kalu, ato kalojnë. Edhe pash ai që ka me sulmu, më shumë dhe me fjallë, e ka me larë më katolik, zbashku me ty aty. Pra të punë nuk e rendojon. Tani, besojme nuk e themi se e dëshmojmë gjatë kohës këtu. E gjithë tjerë keni më ullë, edhe vetëm i thrasim këta të cilët keni pakëzu. Këtu edhe keni marë sakramentet e iniciacionit, edhe disa për e tyre, edhe kunorë, amen, kompliku për një shirë.